Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlind Isa, do t'jemi bashkë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Jemi tani me titujt kryesor. Me urdhër të prokurorisë së posaçme, agentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë zhvilluar sot kontrolle tek një kompani e biznesmenit Klodian Allajbeu. Burime për Report Televizion thonë se forcat e BKH-s kanë ushtruar kontrolle edhe në një firmë tjetër dhe në një banesë në zonën e Selitës në Tiranë. Këshilli i lartë gjyqësor nuk e pranoi sot nisjen e verifikimit nëse gjyqtarja e GKK-s Irena Gjoka është në kushtet e mos ushtrimit të detyrës apo jo. 6 anëtarë të KLG-s votuan kundër një projekt vendimi që e çonte çështjen në Komisionin e Karrierës me argumentimin se vendimarrja i takon inspektorit të lartë të drejtësisë. Nëse dosja do t'i kalojë Artur Metanit apo jo, do të duhet që KLG ta vendosë në një mbledhje tjetër. Ministria e Drejtësisë e ka gati amnistin penale për të liruar 338 të burgosur dhe për të ulur dënimin për 980 të tjerë. Sipas ministrit Besfort Lamallari, përfitues janë edhe 7.700 të proceduar për drejtim të parregullt të mjetit vetëm në 2024. Amnistia pret miratimin e qeverisë dhe më pas të marrë votën përfundimtare në parlament. Parlamenti Evropian u bën thirrje institucioneve shqiptare të mos pengojnë punën e SPAK-ut, për ndryshe do të minojnë besimin e krijuar për luftën ndaj korrupsionit. Raportuesi për Shqipërinë foli edhe për çështjen Balluku, duke shprehur siguri se kuvendi do të marrë vendimin e duhur. Apelin e kishte për opozitën që sipas eurodeputetit duhet heqë dorë nga Molotovi dhe të përdorë argumentin. Moska konfirmoi kërkesën e Donald Trump për të ndalur disa ditë sulmet në Ukrainë, por vetëm 2 dhe jo 7 ditë siç tha presidenti amerikan. Kremlini thotë se pauza bëhet për të krijuar kushtet përshtatshme për negociatat e paqes, por ato mund të shtyhen sipas presidentit Zelenski, i cili sfidoi Putinin të shkojë në Kiev për bisedime.